Partia Demokratike ngrë alarmin për manipulimin e votës së diasporës, kryesisht në Greqi. Në një konferencë për media, drejtuesja politike e Partisë Demokratike për Diasporën Josefina Topalli denoncoi skandalin e deformimit të procesit të shpërndarjes së zarfave të votimit në Greqi, ku sipas saj migrantët thirrën për të marrë votën, por nuk e gjejnë atë, duke ngritur dyshime se në pikat e grumbullimit po ndërhyjnë njerëz të Partisë Socialiste. Topalli theksoi se teksa në terren ndodhin këto probleme, në KQZ vetëm në një ditë kanë mbërritur 6.000 zarfe nga Greqia, çka ngrohi e dyshimi për cënimin e tyre. Ato i çojnë email, kemi raste që i çojnë email, i thonë që të vinë në pikën më të afërt, do të jetë një zyrë e lojrave të fatit, dhe gjëja më e pabesueshme është se ato nuk e gjejnë me zarfin. Dhe me probabilitet të madh dikush tjetër ka shku për të marrë zarfin e tyre. Edhe jo rastësisht, nëse deri par dje numri i zarfeve që kishte nga Greqia ishte rreth 17.000, brenda 24 orëve, pikërisht në periudhën kur ne po na vinin informacionet për manipulim në një shkallë të gjerë të votës, ky numër kërcej me 6.000, gjë që nuk ka ndodhur me asnjë vend tjetër, edhe pse ka numër votuesish shumë më të madh. Po i bëjmë thirrje edhe organeve të tjera përkatëse të zbatimit ligjit, përfshi SPAK-un, të verifikojnë në raste të tilla skandaloze. E njëjta situatë paraqitet edhe në Itali, ku Topalli denoncoi me emra konkret zyrtarët e Partisë Socialiste të përfshirë në tjetërsimin e vullnetit diasporës. Kemi raste si në Itali ku një zonjë që punon në ambasadën në Rom shkon dhe mbledh zarfat dhe dorëzon zarfat në mënyrë antiligjore, quhet Marieta Mikeli, dhe kjo është e pabesueshme. Kryetari i komunës Qarçovës që tash është në Bashkinë e Përmetit, pasi shkon aty dhe ka numrat e telefonit, si i japin një shumë financiare dhe pastaj ja plotson vetë shqiptarëve që jetojnë aty fletën e votimit. Velim Mehmeti, nëse nuk gaboj, e ka emrin. Në konferencën e përbashkët, drejtuesi politik i qarkut të Korçës i Vikaso dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike në KQZ Franci Nuri i bën thirrje KQZ-s dhe organeve ligjzbatuese të marrin masa, duke thënë se ky proces po degradon dhe zarfet po lihen në pika bastesh. Procesi ka degraduar në atë fazë saqë në kontraktorët ja japin zarfet kudo dhe kujt do që paraqitet nga 16 shtetas në ishullin Paros në Greqi, të cilët sapo telefonuan shtabin, të cilët mbasi ishin kontaktuar në mënyrë elektronike që zarfi juaj ka mbritur dhe duhet ta tërhiqni, ishin paraqitur të 16 për të tërhequr zarfin dhe aty informohen që zarfat e tyre dhe 40-50 zarfe të tjera për gjithë ishullin ishin tërhequr nga një person i vetëm, i cili as ka lënë numër identiteti, as ka firmos për asnjërin nga tyre. Mbi 1/3 e votave kanë ardhur brenda 24 orëve. Kërkuam zyrtarisht nga KQZ-ja që t'i kërkoj operatorëve postar të na vënë në dispozicion çdo komunikim, çdo dokument shkresor që vërtetojnë se vota i ka shkuar zgjedhësit në mënyrë individuale. Ma herët Partia Demokratike ju drejtua edhe me një shkresë zyrtare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të ndërhyrë, ndërsa një kërkesë u bë nga Selia Blu edhe për zgjatjen e afatit të ID-ve të skaduara për zgjedhjet e 11 majit, duke theksuar se 600.000 qytetarë rrezikojnë të mos votojnë për shkak të këtij problemi.